Nëse do ishte një kusht i vetëm që Shqipëria duhet të plotësonte, se ka plotësuar ende, cili do ishte ai dhe si mund të plotësoj? Sigurisht që grup kapitulli i themeloreve është fundamental jo vetëm në hapje të procesit negociatave, po dhe në mbyllje. Dhe duke pasur parasysh dhe unë dua të ndalem, aty janë disa, për shembull përmend dhe prokurimet publike, edhe çështje tjera. Kapitulli përkatës, po. Por unë doja të ndalesha te pjesa e gjyqësorit dhe reformës në drejtësi, që unë e shikoj si një gur themeli në çështje që kanë të bëjnë me integrimin e Shqipërisë. Sukses për ju apo dështim? Për mua deri tani është një reformë e suksesshme, por ne duhet të mos flasim në terma absolut. Nuk ka asnjë reformë e cila kalon pa dhimbje dhe nuk ka asnjë reformë e cila nuk ka edhe qasjen kritike. Dhe kritika për reformën në drejtësi mund të bëjmë. Ajo që është e rëndësishme është që të paktën një nga qëllimet kryesore të reformës, pastrimi, vettingu, screening i gjyqtarëve dhe prokurorëve ishte një element pozitiv i duhur për Shqipërinë, i kërkuar nga Bashkimi Evropian, po edhe nga qytetarët, për të pastruar sistemin për të pastruar sistemin nga persona të cilët ishin të korruptuar, që nuk justifikonin as jo vetëm kriterin pasuror, po as kriterin etik, moral dhe atë profesional. Dhe kjo ishte një qasje pozitive. Pastaj çështja e reformës, zgjatja e reformës, për shembull ka pasur efektet e veta, çështja e aksesit në drejtësi, backlogu i madh, pra numri i madh i çështjeve, e shoqëruar kjo edhe me hartën gjyqësore, pra me problematikat në aspektin praktik, numrin e gjyqtarëve, sidomos në gjykatat e apelit dhe numrin e çështjeve, shpërblimi politik i vettingarëve, e apelit dhe në gjykatën e lartë. Pra, këto patjetër që janë edhe element që asociohen me një reformë, po t'i vëmë në balancë, pra elementin pozitiv pluset dhe minuset, unë do thosha që reforma në drejtësi padyshim që ishte një arritje për Shqipërinë, dhe elementi tjetër është që dua ta them që procesi i vettingut përfundon në qershor të këtij viti, pra me gjithë zgjatjen. Që do të thotë që pjesa tjetër e vettingut dhe vlerësimit të magjistratëve, të gjyqtarëve dhe prokurorëve do t'i kalojnë dy organeve tashmë të menaxhimit të sistemit të drejtësisë, qoftë KLG-ja për gjyqtarët dhe qoftë KLP-ja për prokurorët. Ndaj ai është një proces i vazhdueshëm, i qëndrueshëm dhe që sigurisht do të japi efektet e veta edhe më vonë. Në gjykimin tim e rëndësishme është qëndrueshmëria e reformave. Siç flasim për sistemin e drejtësisë dhe gjyqësorin, ashtu edhe në fusha të tjera. Dhe nga ana tjetër, me që jemi këtu, unë doja të thosha që nëse në organet e sistemit të drejtësisë aktualisht ne përmendim gjërësisht, kjo edhe për konsum publik, SPAK-un, Bashkimi Evropian dhe aktorët e tjerë ndërkombëtar që mbështesin këtë reformë vlerësojnë padyshim punën e SPAK-ut, por ama kërkojnë më shumë vendime gjyqësore. Pra, nuk mjaftojnë vetëm hetimet procedurale, dhe kjo është për të vlerësuar për SPAK-un në këtë drejtim, por ama kërkohet më shumë vendime gjyqësore në kohë për të pasur një drejtësi efektive. Dhe unë do thosha që kjo është po ashtu e rëndësishme në kuadër të këtyre institucioneve të reja dhe të efektshmërisë së tyre në praktik. Pra për mua drejtësia dhe gjyqësori mbeten element kyç tek pjesa e themelorëve, po sigurisht pa anashkaluar edhe elementet e tjerë, siç është çështja e menaxhimit kufive, migracioni, azili, prokurimi publik e kështu me radhë.